Atëherë dashur, rikthyem me mysafirin e sotshëm. Kam në studio përfaqësuesin e mediave nga Europe House, Valon Saliun, me cilin do bisedojmë mbi lojën Navigator apo Navigator dhe mbi fillimin e edicionit të dytë të si vjetshëm të kësaj loje edukative. Përshëndetje Valon, shumë kënaqësi që të kam sot në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Atëherë Valon, para se të kalojmë në temë tek edicioni i dytë që na fillon si vjet, e sqarojmë hym së pari tek vetë loja se çfarë është dhe si nisi. Loja edukative Navigator apo jo? Po. Loja ka filluar vjet, do të thotë ky është edicioni i dytë. Është iniciuar në një mbledhje të kolegëve. Shqyrtoshim se si ta shënojmë ditën e të drejtave të njeriut në vitin e kaluar. Edhe zakonisht bëjmë kremtime të ndryshme, po vjet vendosëm që ta ndrojmë pak qasjen. Edhe erdhëm te ideja ku ka më mirë se të edukojmë pak njerëzit në lidhje me temën e të drejtave të njeriut. Kështu që duke përpilu plane, duke bërë kështu briefing mes kolegëve, erdhëm te ideja të bëjmë një lojë, të marrë parasysh se gjeneratat e reja janë dhënë shumë mas lojrave online, mas gamifikimit. Kështu që vendosëm të bëjmë një online lojë nëpërmjet të cilës përpos atij momentit të luajtjes së lojës, ta fusim edhe momentin edukativ. Vjet kishim edicionin e parë, edhe të them drejtën kishte mjaft interes. Loja u lut mjaft, si statistika më herët dikon 50.000 luajtje ka pas vetëm vitin e kaluar. Edhe janë përgjigjur dikon 340.000 pyetje. Kur ta analizosh këtë në aspekt të edukimit, nuk e di nëse ka ndonjë shkollë e cila do të shqyrtonte kaq pyetje në temën e të drejtave të njeriut në një cikël të studimit, kështu që besoj që vjet kemi pas një efekt mirë dhe duke I marrë parasysh gjitha ato që u arritën vjet me lojën, menduam ta vazhdojmë prapë. Kështu që si vjet e lançuam përsëri, lojën e lançuam javën e kaluar me 25 nëntor, edhe do të jetë hapur 3 javë deri më 17 nëntor. I kaloi pritshmëritë apo jo edicioni I parë ndoshta? Po, të them drejtën, pasi është edicioni I parë, zakonisht e kena atë fazën e testimit edhe nuk e din çfarë të presësh. Edhe realisht pritja që I kishim I kaloi 2-3 fish. Edhe s'di, ndoshta e qelluam qasjen, ndoshta e qelluam aspektin se si ti qase me një temë të tillë, mirë po ndoshta edhe dhuratat e bënën atë të vetën. Të marrë parasysh se vjet kishim goxha disa dhurata interesante. Edhe doli disi e frytshme I frytshëm si aktivitet edhe e frytshme si lojë. Edhe shpresoj që sadopak dikush ka mësu diçka nga loja. Ajo është edhe ideja, targeti I gjithë kësaj që... Kush e bën përpilimin e pyetjeve, apo le të themi këtë qasjen edukative, kush e jep lojës? Sepse fundja e qëllimi është që të drejtat e njeriut edhe të prezantohen sa më mirë, apo jo dhe që publiku të mësoj nga kjo? Të them të drejtën, si vjet kemi një avansim. Loja është bërë, të përpilimi I lojës është bërë në bashkëpunim me shoqatën asociacionin për lojra Galactic Omnivore, edhe shoqatën e juristëve të rinj. Juristët e rinj I kanë përpiluar pyetjet, ndërsa aspektin e lojës e kanë bërë Galactic Omnivore, ndërsa loja gjithë kampanja është në bashkëpunim me Kombet e Bashkuara, me Ministrinë e Arsimit, Delegacionin e Unionit Evropian, kështu me radhë. Dhe këtë vit bashkëpunuam edhe me njerëz profesionalistë, të cilët profesione I kanë lojrat e fatit. Edhe përpilimi I lojës edhe I pyetjeve është pak më ndryshe se vitin e kaluar. Vitin e kaluar kanë qenë pyetje përgjigje, si vjet është pak më interaktiv. Ke momente ku duhet kapësh një përgjigje, të qesesh në të majtë ose në të djathtë. Edhe vizualisht është pak më e ka qasjen po 3D në krahasim me vitin e kaluar ishte strikt 2D. Gjithashtu kemi një
një risi si vjetë kemi një Planet Plus, është planeti portokallin, e cila simbolizon kampanjën 16 ditë aktivizëm. Edhe mu për atë arsye dhe këtë vit e filluam pak më herët se sa dita kur shënohen të drejtat e njeriut. Edhe kështu bashkangjitëm me kampanjën e Kombeve të Bashkuara, kampanjën e 16 ditë aktivizëm kundër dhunës në bazë gjinore, edhe futëm pyetje të temës dhunës ndaj pabarazisë gjinore. Kështu që gjithsej kemi diku 10 planete nëse nuk ka vaj. Se cila planet shqyrton temën e vetë. Kemi planete cila shqyrton të drejtat e njeriut, të cilat kanë të bëjmë me ambientin. Kemi planete cila ka të bëjmë me shëndetësin. Kemi planete cila ka të bëjmë me shumë gjërat ndryshme. Kështu që i kemi definuar si tematika edhe për momentin më duket se ka interes, neve përcjellim numrat çdo ditë më tepër. Dhe shpresoj që në fundet jap atë frytin kryesor i cili është edhe qëllimi jonë që të edukojmë të paktën një pjesë të popullatës. Vlen të cekët që loja nuk ka limit mosha apo jo? Më thëmë kushdo që është interesuar mund ta luajë. Jo. Mosha është hapur për gjithkanë, targetin i kemi të rinjt, gjithçka që bën Europass bën për të rinjt, mirë po të marrë parasysh se çdo kush ka nevojë të edukohet gjatë jetës. Edhe mu të them drejtën vjen interesant. Edhe për atë është e hapur për gjithkanë. Ajo që në ka rënë sy vjet është se mosha e mesme e njerëzve të cilët e kanë luajtur lojën vjet ka qenë 27 vjet nëse nuk gaboj. Kështu që pak a shumë kemi atë targetin që keni dëshiruar. Po që kemi dëshiruar. Pse pikërisht thua kjo moshë, domethënë kjo grup moshë ka arrit ta luajë lojën më shumë te? Janë vetë ndoshta temat më aktuale që gjithë ne i diskutojmë dhe informohemi ndoshta edhe përmes rrjeteve sociale më shumë, apo ka ndonjë arsye tjetër? Ka disa faktorë. Duke marrë parasysh se gjithë komunikimi bëhet në bazë të Europass-it, neve ndjekësit, aktivitetet që i kemi, rrjetin e komunikimit i kemi zakonisht të ri, pike parë, pike dytë, bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, zakonisht komunikimi shkon direkt në shkollat fillore edhe të mesme, po edhe me fakultetet. Edhe të i marë parasysh gjitha këtëse, po edhe faktori kryesor se bëhet fjalë për një lojë zakonisht të rinjt i tërheq më shumë, sidomos kjo çështja ndaj teknologjisë, luajtja e lojave e kështu me radhë. Edhe besoj që gjitha këto kur t'i mbledhesh vjen edhe të përgjigja pse përdoret më shumë petrive. Kishim shpërblime edhe vitin e kaluar, kemi shpërblime edhe si vjet. Bisedojmë pak mbi këtë pjesën sepse besoj është një nga ato me gjërat që i tërheqin njerëzit më shumë apo faktorët që i bëjnë ndoshta dhe i stimulojnë sa do pak ta luajnë lojën. Po, gjithsesi. Jo rastisht edhe kemi fut shpërblimet. Gjithë e dim se incentiv kryesor, një ndër shtytjet kryesore që i shtin njerëzit të miren me ndonjë aktivitet ose ndonjë lojë, gjithsesi janë edhe shpërblimet. Shpërblimin kryesore kemi të njëjtë si vitin e kaluar, do të bëhet fjalë për një IT voucher në vlerë prej 60.000 denare. Vjet fitues ishte një djalë i ri, i kemi fotot të postuara në faqet e mediumet sociale të Europass. Djalosh i cili me atë shumë e veshit të gjithë dhomën e vetë me pajisje elektronike ose digitale, IT, edhe pasi që edhe vetë ishte që mireshte me loja, me gaming, ishte një moment mjaft interesant. Momenti kur erdhë me teatrin, ta merr shpërblimin duke se ishte mjaft i gëzuar, dhe shpresoj që edhe si vjet dhurata dhe shkon të dikush që vërtet do të ketë peshë dhe vlerë loja, dhe jo rastisht japim një IT voucher, pasi që dim se sidomos të rinjve në ditë të sodit, si ju duhen pajisje IT, po për shkollim, për luajtje kështu me radhë. Mirë, po pjesa tjetër e shpërblimeve është njëjtë si vitin e kaluar. Neve kemi, mendoj shpërblimet nuk janë të njëjta, mirë po bashkëpunimi me Team Europe, me ambasadat e vendeve të cilat janë antare të Bashkimit Evropian, zakonisht koordinohemi që secili shtet, secila ambasadë të bjen një dhuratë e cila sa dhe pak do identifikon një simbolik të atij shtetit ose kulturën. Dhe si vjet kemi disa dhurata mjaft interesante.
njëra nga dhuratat është biciklet. Biciklet karakteristike për vendin nga cile na është dhënë si dhuratë. Kemi kurs të gjuhës spanjolle, kemi udhëtim në Gjermani, kemi bilet për shfrytëzim të hekur rrudhave nëpër Evropë, kështu me radhë. Kemi mjaft çmime interesante. Çmime interesante mjaft me peshë, sidomos në periudhën ndoshta që dhe jemi apo të fundvitit. Dhe shpresoj se të japin atë shtytjen plus të njerëzit që përveç se do të mësojnë diçka dhe do të marrin ndonjë shpërblim interesant. Si bëhet përgjedhja e fituesve? Vjet kishte short, si vjet e kemi një top 10, edhe aty kategorizohen nëpërmjet pikëve. Do thotë për të hyrë në lojë për garë, duhet të kesh më së paku 1000 pikë. Edhe sa më shumë pikë ke, aq më lart ngjitesh në luftën për vendin e parë. Kështu që ajo që duhet të bëjnë ata që të shfrytëzojnë lojën është të futen edhe të marrin të paktën 1000 pikë që të jenë konkurrent për një çmim. Ajo që dua të cekoj se nuk e kemi të limituar numrin sa herë mund ta luash lojën. Do të thotë një person mund ta luajë lojën edhe 50 herë edhe 100 herë, derisa të arrijë ajo rezultati i pikëve të cilat mendojnë se do të japin shans më të madhe për të marrë edhe një çmim. Mirë po, jo rastisht të bëm këtë, se me çdo përsëritje të lojës ti mëson një çështje plus në desha apo zdesha janë fakte që mbahen në mend me lehtë. Loja është diçka, një tip loje që luat le të themi më një herë apo mundesh gradualisht gjatë 3 javëve që je ta luash plotësisht? Po, mund ta luash. Prej datës 25-në veç më kemi lëshuar në shfrytëzim lojën. Qasja është mjaft e thjesht, nuk ke nevojë të downloadosh aplikacion asasjo. Thjesht hyn te faqja europehouse.mk, edhe aty ke një baner, do të thotë për momentin është i pari, nuk mund ta huqësh. Edhe kur e shtyp banerin, automatikisht edhe nga laptopi edhe nga telefonit hapet loja. Ajo që është kryesore edhe vitin e kaluar edhe këtë vit është adaptuar në 2 gjuhë. Mund të luhet edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën maqedone. Edhe duhet vetëm në fillim i ke ato ti pranosh terms and conditions, si thuhet. Edhe në fund të lojës është mjaft me rëndësi që ti lësh të dhënat, pasi që është mënyra e vetme që të mund t'i kontaktojmë fituesin. Dhe brenda lojës kemi sa planete? Si që ceka më herët kemi 10 planete, kemi disa fushat të ndryshme, dhe inovacioni këtë vit është planeta Portokalli, e cila u lidh me kampanjën 16 ditë aktivizëm. Ka një planet më shumë se vitin e kaluar, dhe pyetjet edhe qasja e pyetjeve është pak më e avancuar, nëse mund të them ashtu, po qasja lojës, përmbajtje, gjithë është pak a shumë e njëjta. Kështu që nëse ka dikush që e ka luajtur vitin e kaluar, besoj që është i njoftuar dhe ndikon më atë se mendon se do i kemi fituesit e vitit të kaluar të tentojnë prapë këtë vit? Fituesit nuk e di, po ata që e kanë luajtur sigurisht se do të jenë garë për çmime kryesor, pa edhe për çmime tjera. Loja është tërheqëse dhe është interesant si çdo lojë tjetër. Edhe shpresoj që do të japin frytin e vet. Në anës gjitha tjerave shpresoj se do të arrijmë atë qëllimin që të edukojnë paktën një masë të qytetarëve, se jetojmë me një periudhë, mendoj, jo vetëm tash, po si vjet edhe rastisht gjithë kampanja u përputh edhe me 75 vite nga Konventa Evropiane të drejtave të njeriut, edhe kur ta marrësh të analizosh, të drejtat e njeriut nuk janë vetëm diçka që ulesh në klasë, dhe është diçka që ballafaqohemi neve çdo ditë. Po për t'i kuptuar më mirë ato, për t'i kuptuar se në çfarë situata si duhet të sillemi, ku duhet të kërkojmë ndihmë, ku duhet të drejtohemi nëse kemi probleme në ndonjë çështje, gjithsesi se kjo lojë
mund të ndihmojnë. Shumë nga ne edhe pse janë mësuar në shkolla nuk besoj që janë shumë të informuar apo që janë të vetëdijshëm se çfarë drejta kemi apo dhe ku mund të drejtohemi, si t'i përdorim. Shumica aktiviteteve, jo vetëm navigator, neve tash kishim para një jave ose 2 ditë kishim javën e edukimit mediatik. Kishim konferencën, do të thonë delegacioni i Unionit Evropian, konferencën e 6 Ballkanit Perëndimor, ku temë kryesore ishte edukimi i njerëzve në aspekt të medias, në aspekt të ballafaqimit me lajmet e rreme, kështu me radhë. Thotë janë disa tema që janë të reja për shumicën e neve, shumicën prej neve, edhe shumica aktiviteteve që i bëjmë prekin disa tema që mendojmë se realisht janë mjaft të rëndësishme për. Kishim disa aktivitete me student, kishim një aktivitet në Tetov, ku kishim një ekspert i ardhur nga Litvania, nga ambasada e Litvanisë, i cili përpos asaj pjesës teorike, e cila ka të bëjë me edukim mediatik, jepte edhe informata se si mund të ballafaqohemi, nëse si mund të hasim nëse një profil në rrjetet sociale është i rrejshëm, si mund të identifikojmë një video të rrejshme kështu me radhë. Kështu që anas navigatorit kemi shumë aktivitetet të cilat në një farë mënyrë edukojnë sidomos pjesën e të rinjve. Dhe janë gjëra që përballemi çdo ditë, sidomos lajme të rrejshme në serviren çdo ditë edhe rrallë kush hyn faktikisht edhe i fakton sa të vërteta janë apo sa jo. Po, shife, jemi të jetu në epokën e inteligjencës artificiale. Nëse analizojmë shumë shpejt po ndodh gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë e kështu me radhë. Për shembull, para 2 viteve ka qenë shumë më lehtë të identifikosh një fotografi që nuk është reale ose një video. Në ditë të sodit as shumë janë perfeksionalizuar edhe aplikacionet edhe tash një njeri thjesht mund të bëjë një video që mund të manipulojë një masë të njerëzve. Kështu që janë tema mjaft me rëndësi. Edhe shpresoj që sa më shumë edukohemi, sa më shumë interesohemi për këto, pasi që mos edukimi për temat të tilla mund të sjellë probleme të ndryshme. Neve kemi phishing online të cilët keq përdorin të dhënat e secilit prej neve, keq përdorin të ardhurat financiare kështu me radhë. Kështu që sa më shumë jemi të informuar, sa më shumë ti qasemi këtyre temave dhe të flasim këto, besoj që mund të shohim një benefit të mirë. Je non-stop në kontakt, po ashtu je pjesë e Europe House-it me gjitha këto aktivitetet që bëni gjatë tërë vitit. Shohim sadopak një lloj impakti tek të rinjt përmes këtyre aktiviteteve, qoftë interesim, po të paktën një lloj ndikimi që po bëjnë diçka dhe po informohen. Nëse flasim për Europe House-in, ndoshta do t'ingëlloj pak subjektiv. Mirë, po të marr parasysh se vetëm vitin e kaluar kemi pas 999 evente gjatë vitin. Ai bie se kemi pas 3 aktivitete në ditë. Duke marrë parasysh se jemi të përfshim në 7 qytete, secili qytet mbulon një farë rajoni të shtetit, besoj që sadopak kemi pas një farë impakti, sidomos në përvende se në Shkup ke aktivitete të shumta. Mirë, po kur kemi aktivitet në Europe House në Kriva Palank ose në Veles ose në Strumice kështu me radhë, gjithsesi se të marrë parasysh se aktivitetet nuk janë të shumta, të marrë parasysh se nuk ke as shumë vende kënde ku jepet hapësira, sidomos trive, po edhe sektorit civil. Shpresoj që gjitha këto aktivitete që i bëjmë e japin një farë fryti, një farë efektit vet. Është mjaft keq kur e shohim sa të rinj dalin nga venti, edhe nuk është arsyeshme, nuk është rastësishme, të marr parasysh se nuk ke shumë aktivitete kur del jashtë Shkupit është pak problem. Neve vitin e kaluar ose një vit para asaj kishim disa aktivitete me këshillet lokale të rinjve nëpër komuna të ndryshme në shtetin tonë. Edhe aktiviteti ishte me ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian, zhvilloshim debat me të rinj të ndonjë komune ose ndonjë rajoni të vendit, edhe kur e shehti se
çfarë kërkesa kanë, për shembull, ke rajone ku nuk kanë as kinema, nuk kanë as pishin, nuk kanë as për t'ju dhënë diçka të vetërinjve duhet të paktën ti aktivizosh. Edhe kur ta analizosh ka ana tjetër, edhe shumë të rinj nga qytetet më të vogla vinë në Shkup. Kështu që shpresoj që me hapjen e Europe Houses në për disa vende të shtetit, po e japim një farë fryti të paktën ti angazhojmë të rinjt në për vende të ndryshme. Kur thua janë këto tema që përballemi çdo ditë dhe sa do pak mundohemi të informojmë qoftë të rinjt apo dhe moshat e tjera, pse jo? Është kjo arsyeja që si vjet na ushtua tek loja navigatore dhe planeti Portokalli? Po, gjithsesi. Kishim ide që të bëjmë një bashkëpunim kemi një bashkëpunim çdo vit me Zyrën e Kombeve të Bashkuara dhe OSBE-n. Edhe këtë vit vendosëm që bashkëpunimin t'ja fusim lojës navigator, jo rastisht, duke e marrë parasysh popularitetin që kishte vjet. Besuam që me futjen e planetit Portokalli në vetë lojë do japim pak më shumë peshë temës 16 ditë aktivizëm. Jo çdo kush është i njoftuar me kampanjën, se me temën si temë gjithsesi, mirë, po me kampanjën 16 ditë aktivizëm është kampanjë ndërkombëtare e cila ka aktivitete në aspekt internacional dhe besuam që me futjen e planetit Portokalli në vetë lojë do të zgjerohet ai aspekti edukativ, sidomos me një temë mjaft e rëndësishme e cila është pabarazia gjinore dhe dhuna në bazë në baza gjinore. Në baza gjinore. Pasi po i afrohemi dhe fundit të bisedës, e tregojmë ndonjëherë shkurt se deri kur e kemi të hapur lojën, ku mund ta gjejmë edhe kur po ashtu besoj ju intereson se kur përzgjidhen dhe fituesit. Po, do të thotë loja është hapur me 25 nëntor, zgjat deri me 17 dhjetor, do të thonë diku 3 javë ka afat për të luajtur. Qasja ndaj lojës është shumë e thjeshtë, duhet hyni vetëm në europehouse.mk edhe të shtypni të klikoni banerin e navigatorit edhe automatikisht do u hapet loja. Në momentin që hapet loja e ke opcionin nëse do të luash shqip ose mashinisht edhe pe aty është që shka je në lojë mbrana. Duhet të zgjedhësh planetet, çdo planet që e mbyll t'jep mundësi që të hapish planetin e ri, e kështu me radhë. Edhe mund ta luash sa herë që të duash, ideja është që të marrësh 1000 pikë që t'jesh konkurrent për njërin prej çmimeve, edhe gjithë ata që do të përzgjidhen si fituese, do të marrin ndonjë çmim, do të kemi një event me 17 dhjetor në aspekt ceremonial, ku do i publikojmë edhe fituesit, edhe do e përmbyllim këtë kampanjën e cila ka të bëjë me shënimin e ditës së drejtave të njerëzit për vitin 2025. Një edicion të tretë do ta kemi apo mbetet të shihet? Të shohim, shpresoj që mos t'jemi të pesditshëm ndaj njerëzve. Mirë po aktivitet gjithsesi se do kemi në lidhje me temën e të drejtave të njerëzit. Edhe shpresoj që do t'jemi po ashtu kreativ siç kemi qenë deri tani. Kemi pas aktivitetet të ndryshme gjatë tanë vitit, edhe do i kisha anësh navigatorit, do i kisha bërë ftesë të gjithë të rinjve, na qasen të vinë në eventet tona. Zakonisht rrjedhësimi fillestar bëhet në për këto organizime që i bëjnë, ose njoftohet me dikën prej neve, ose njoftohet me dikën të gjeneratës së vet, i cili ka ndonjë iniciativë, i cili ka ndonjë ide për të bërë ndonjë projekte kështu me radhë, mbështetjen prej neve zakonisht e kanë, sidomos nëse hasim në ndonjë ide ose projekt i cili ka të bëjë me temat të cilat neve i shqyrtojmë. Kështu që kërkesa është mjaft e thjeshtë, në webfaqen tonë kemi një pjesë ku mund të kërkosh që të shfrytëzosh hapësirat e Europe House, në Tetov, në Shkup, në Struk, e kështu me radhë, edhe prej aty fillon edhe kontakti parë, por nga ana tjetër edhe dyert e Europe House janë të hapura, po çdo ditë, sidomos ditët kur kemi evente dhe pas orarit të punës, kështu që do i kisha ftuar të gjithë të rinj të jenë më aktiv në tema të ndryshme edhe le të vinë, le të kërkojnë mbështetje gjithsesi se do ta gjejnë.
Ti mesazhi bashkangjitë më dhun, Valona, të uroj shumë suksese, të falenderoj shumë që ke gjetë sot kohë dhe mundësinë të jesh me ne, vërtet kënaqësi që të kisha sot. Faleminderit për ftesën, kënaqësi është. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes edhe për sot, duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme në rishihemi sërish të premten në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.